Një operacion policor për kapjen e një personi me rrezikshmëri të lartë është ndërruar në një tragjedi mëngjesin e sotëm në fshatin Lëzhan të Maliqit, ku ka humbur jetën një efektiv i forcave të posaçme shqiponja dhe një tjetër ka mbetur i plagosur. Ngjarja e rëndur regjistruar rreth orës 7:30 në malin Boden. Efektivët e policisë kishin rrethuar një stan ku fshihej 43 vjeçari Violent Braçellari, i njohur edhe si Roland Braçellari. Ai ishte një person i shpallur në kërkim prej vitit 2017, i dënuar me pothuajse 10 vite burgim për prodhim dhe shitje të narkotikëve, si dhe i skeduar më përpara për kultivim kanabisi e ngjarje të tjera kriminale. Në momentin që efektivët i kanë bërë thirrje të dorëzohet, 43 vjeçari ka refuzuar të bindej urdhrave dhe ka hapur zjarr të menjëhershëm në drejtim të forcave të rendit, duke i zënë ata në prit. Përpasoj ka mbetur i vrarë në krye të detyrës inspektori shqiponjave, Enea Mekolli, 34 vjeç. Nga breshëria e plumbave u plagos edhe kolegu i tij, inspektori Edison Nadri, 36 vjeç, i cili për shkak të gjendjes shëndetësore u transportua me helikopter drejt Tiranës për ndihmë të specializuar mjekësore. Për të neutralizuar sulmin, policia ju kundërpërgjigj me armë zjarri, duke plagosur vetë autorin Violent Braçellari, i cili më pas u prangos nga uniformat blu.